është gjithë e vështirë me zgjall një material të mirë kur e ke të gjithë materialin e mirë. Tre breza të dinastisë Marubi bëhen bashkë në ekspozitën Dinastia Marubi 100 vite të studios fotografike shqiptare, që është çelur për herë të parë në Galerinë e Tiranës në kryeqytet. Është vërtet një ekspozitë e mrekullueshme, një ekspozitë që patjetër duhet të vizitohet, pasi kemi vërtet çfarë të shikohet, kapet çdo pikë e rëndësishme e historisë së asaj kohe. Pas meje ndodhen disa nga imazhet më të veçanta dhe ndoshta ndër më të hershme të Marubëve. Jo për rastësi, këto imazhe të vendosura këtu janë më të vjetrat, pavarësisht se jo zyrtarisht të datuara, por referu analizave mbi këto imazhe, ato i përkasin harkut kohor të vitit 1860-65, pra po flasim për fillimet e fotografisë, për fillimet e studios nga Pietro Marubi, ku ne këtu vërejmë edhe gjurmët e para të manipulimit fotografisë. Nëse i referohemi për shembull kësaj fotografi, ne gjejmë këtu një gotë të çajit, ku brenda ne shikojmë trupin në miniaturë të një burrit me kokën e tij të madhe, dhe është kjo periudhë kohore kur karikatura e kishte marrë një zhvillim shumë të madh në Europën qendrore, por që ne nuk e kishim pa që kjo të jetë e zhvilluar edhe në fotografi. Kështu që nëse i referohemi veprave që sjell Eduard Manet si një karikaturist i mirë, këtë na sjell për çudi edhe Pietro Marubi në fotografi. Këtë e shohim pastaj në një tjetër imazh të raportit të tij me dy të tjerë italian të rëndësishëm për historinë e vendit tonë, po flasim këtu për raportin Marubi e Canale. Giovanni Canale është edhe themeluesi i banës të parë frymore në Shqipëri, ku gjejmë këtë karikaturë tjetër, e cila është pjesë e manipulimeve satirike. Pastaj kemi edhe manipulime të tjera në imazhe, siç është edhe kjo fotografi, një manipulim i fund viteve 20, fillim viteve 30, ku këto teknika pasohen edhe nga Pietro, pastaj te Kelly e kështu me radhë. Historia e këtyre fotove nis në vitin 1856. Në atë kohë, piktori dhe fotografi italian nga Piacenza, mbasi e përshkoi Shqipërinë nga jugu në veri, erdhi dhe u vendos në Shkodër. Asë kohë ky qytet ishte një qendër e lullëzuar dhe pikë lidhje e rëndësishme palë shkëmbimeve ekonomike dhe kulturore. Ndoshta ishte pikërisht magjia e Shkodrës, me atë qoftë edhe manën gjeografike të saj, me kalan, me liqenet, me lumejt, me malet dhe pikërisht edhe me artin si dashamirëse mjaft e madhe artit dhe kulturës që e joshi dhe e bëri që atë të krijonte studion e parë fotografike. Duke ju referu këtyne 5 imazhe, ne këtu gjejmë një panoramë të Shkodrës, e cila për çudi, përveç se sa ruhet në Muzeun Marubi, negativi i kësaj pamje, ne gjejmë një pozitiv të saj të ruajtur edhe madje edhe të pikturuar në bibliotekën ose në arkivin e Sultan Abdulhamidit. Është një imazh i zbuluar përpara pak vitesh, do i referohem në 2019, ku ne, duke i referu kësaj gjetje, kemi kuptu faktin që kjo është imazh i cili përveç se sa shkrepet nga Marubi, ai edhe ngjyrohet, pra pikturohet. Pra këtu fusim edhe një tjetër medium të fotografisë, pra fotografinë e pikturuar nga vetë studia, e cila
aso kohë ishte mjaft e përhapur në studiot fotografike, jo vetëm të Europës qendrore, por edhe të kryesisht të studiove të lindjes së largët. E referu rëndësisë apo vjetërsisë së studios, ne gjejmë këtë kabinet kartë, këtë portret të famshëm të shkrepur nga vëllezërit Alinari të Firencës, të cilën po ta shikojmë me detaje, ky imazh është edhe i firmosur nga vetë Garibaldi. E këtu kuptojmë pikërisht edhe këtë relacionin që Marubi ka dhe me historinë e vendit të vet, për shkaqeve të cilat ai edhe çojnë edhe në largimin e tij si pasojë e përfshimeve në lëvizjet për pavarësinë e vendit vet. Përvoja e tij si arkitekt, skulptor e piktor, filloi të ndihet në qytetin e Shkodrës nëpërmjet projekteve arkitektonike, si Katedralja Katolike, selia e konsullatës italiane apo pikturat murale të Kishës Ortodokse. Ishte 22 vjeç kur ai hap studion e parë fotografike në vitin 1856, Foto Studio Marubi. Mendohet që fillimisht ata i kanë realizuar fotografitë e tyre në oborin e shtëpisë dhe më pas është ngritur studioja fotografike. Ai aty sjell përveç personazheve të rëndësishëm, konsuj, bajraktarë të ndryshëm, krerë të Malësisë, delegacione diplomatike, të cilët vinë fotografohen, në të njëjtën kohë ai sjell të fotografohet edhe rasti konkret një plak që për të është një model. Dhe këto janë imazhet e para të cilat do t'i gjejmë të kthehen edhe si kartolina, të cilat reprezentojnë Shqipërinë e shekullit 19. Kartolina të cilat vinë për publikun evropian si suvenir d'Albani dhe që tregtohen pastaj masivisht. Dhe kështu fillon e merr njohje edhe Shqipëria në aspektin e, si thush, promocionit për publikun ndërkombëtar. Duke filluar nga viti 1870, punonte si reporter i disa revistave të rëndësishme ndërkombëtare, ku mund të përmendim l'Illustrazione Italiana, Guerra d'Oriente apo The Illustrated London News. Pietro Marubi ndron jetë në Shkodër në vitin 1903. Duke mos patur fëmijë, ndihmësit e tij të parë, por edhe vijuesit besnik në fushën e fotografisë, ishin fëmijët e kopshtarit Rok Kodeli nga zona e Zadrimës, të cilët u përpoq që t'i mësonte artin e fotografisë. Dhe për këtë arsye, Mattia dhe Kel Marubi, ai i dërgoi dhe më studime në Itali, duke i paguar ai vetë në mënyrë që ato të mësonin artin e fotografisë dhe sekretet e tij. Për fat të keq, Mattia vdes në një moshë shumë të re, 20 vjeçare, por artin e fotografisë ja la Kel Marubit, i cili vërtet punoi ngushtë me mjeshtrin e tij, duke të krijuar më vonë edhe një studio fotografike, të cilën dhe një shtëpi të cilën morë më në qendër të Shkodrës, më në zemër të Shkodrës, afër bashkisë. Këtu gjejmë një imazh tjetër që na dokumenton lidhjen e familjes Marubi me familjen Kodeli, dhe kjo fotografi është i vetmi moment në të cilin dëshmohet vijimësia studios. Pra është i vetmi moment ku fotografohen, pra dalin në një fotografi vëllezërit Kodeli, pra Mati e Kel, janë ato të cilët do ta vazhdojnë historinë e studios. Pra, ky djali i vogël që ju shikoni këtu, vjen e bahet pastaj ai burri që gjejmë fotografuar në atë imazhin atje, në atë fotografinë emblematike të daljes së tij në studion Marubi. Keli ndjek rrugtimin e Pietros me fotografinë, duke trashëguar studion dhe mbiemrin.
E gjajmë 2-3 momente të tjera të studios, po flasim momente të transformimit kësaj të viteve 30, 20-30, kur edhe studioja në ndërtimin e Kelmarubit kthehet në studion oficiale të Mbretit Zog. Këtu gjajmë pikërisht një imazh që na tregon më qartë pikërisht këtë lidhje, kështu që Kelmarubi bëhet fotograf i oborrit mbretëror. Matej Vijoni Biri, Geg Kodeli Marubi, I cili gjithashtu vazhdoi studimet në Paris për 2 vite afër vëllezërve Lumière, dhe të cilat mësoi dhe të fshehtat e fotografisë. Ajo që bie në sy ndër 3 brezat e fotografëve është dëshira për të qenë bashkëkohor me epokën dhe kontekstin, si nga pikpamja social-estetike, ashtu edhe nga ajo teknologjike. Këtu, në periudhën më të fundit të studios, vim tek i disa imazhe të rëndësishme të Geg Marubit, pra nëse studio Marubit ka një rëndësi për teknikat e para të fotografisë në Shqipëri, përveç se sa teknikave edhe ndërhymjeve me imazh në vitet e para të 1960, ajo asnjëherë nuk është mrapa me studiot bashkëkohëse të saj në Europë Qendrore. Pra me studiot në Francë apo me studiot në Itali. Dhe këtë vrem edhe nga ajo eksperiencë që Geg Marubi sjell nga studimi i tij në Paris nga vitet 23-27 kur ai ishte student atje. Dhe po t'i referohemi këty në imazhe të shkrepura nga kalaja e Shkodrës, ne gjejmë imazhet e një studiet e një teknike të shkrepjes me infrat e kuqe, të cilën për herën e parë për historinë e fotografisë vendit tonë e fut studioja Marubit. Këto imazhe të mrekullueshme riportretizojnë Shkodrën e shekullit të 19 dhe ka një vlerë të madhe historike, etnografike apo artistike dhe janë përzgjedhur nga një arkiv me më shumë se 150.000 xhamash negativ. Kjo është një ekspozitë e kuruar nga kuratorja e Muzeut të Fotografisë së Amsterdamit, Kim Noppers. Është një ekspozitë e cila fillimisht është hap në Muzeun e Fotografisë atje. Përshtypje asaj nga hulumtimi në arkiv i bën tematika të ndryshme. Pjesë të cilave është për shembull punimet e dorës. Gjithashtu kemi mund të njihemi edhe me peizazhe të ndryshme, jo vetëm të Shkodrës, jo vetëm peizazhe rurale të qytetit, por edhe me peizazhet e malësisë, sepse ato kanë lëvizur shumë duke zbuluar edhe zona të ndryshme arkeologjike dhe për këtë arsye na kanë lënë artefakte shumë të rëndësishme për gjithë historinë. Kujtojmë që si pasojë e një marrëdhënie të ngushtë bashkëpunimit ndërmjet Geg Marubit dhe atë Ze Valentinit, u ba e mundur edhe fotografimi i reperteve të ndryshme arkeologjike, të cilat edhe u ekspozuan në Muzeun e Jezuitëve. Muzeun e parë, i cili më pas
u themelu edhe Muzeu i Shkodrës si historik. Këtu gjajmë morin dediku riprodhimeve apo dokumentimit të artefakteve, ose gjurmëve më të para të dokumentimit të trashëgimisë kulturore shqiptare. Në qendër të kësaj fasade është vendos një moment i rëndësishëm edhe për historinë e vendit tonë, apo edhe për këtë raportin apo për këtë dialogun që vetë Studio Amarubi kishte edhe me franceskant lavdishëm, përfshi këtu edhe një nga emrat më të rëndësishëm të historisë vendit tonë, që është Atë Gjergj Fishta. Këtu gjejmë të dokumentuar, të fotografuar pra maskën mortore të Fishtës. Pastaj gjejmë format e riprodhimit të fotografisë. Pra kur klientët në mungesë të një pllake xhami, ato dërgonin pozitivin dhe studioja kishte format e veta të riprodhimit. Pra këtu po flasim për gjurmë të para të një fotokopje. Një herë Studio Amarubi edhe dokumenton trashëgimin, ashtu sikur sot po bën një pjesë e rëndësishme e institucioneve të mbrojtjes së trashëgimisë kombëtare. Marubi kishte filluar ta bante një pjesë të rëndësishme të atyre godina, të cilat në base sot nuk ekzistojnë, por i kemi truajtur në fal dokumentimit që bën Marubi. Të njëjtë ne gjejmë edhe në dokumentimin e skulpturave, si shohim këto bazorelieve të atë Fratel Sals, apo këto piktura të realizuar në atë kohë. Kemi një kostumografi shumë të pasur që paraqiten, si për shembull kostumet e grave muslimane të kohës, të grave katolike, por edhe ndihet edhe ndikimi otoman, për shembull në dy gratë të shtrira. Por njihemi edhe me kostumet e mrekullueshme të malsorëve, me jetën e tyre, me ritet, me zakonet. Pra është vërtet një ekspozit ku mund të ndalesh në disa vende, në disa pika të cilët ti ke vërtet çfarë të shikosh dhe çfarë të njohësh. Krahas kostumografisë, krahas etnografisë, krahas karakterit të saj të rëndësishëm historik dhe artistik, ne ndeshim për shembull kemi edhe në këtë janë të prezantuar për shembull te kjo pjesa e karnevaleve. Ka që një event i rëndësishëm që u zhvillonte edhe në Shkodër, e cila vazhdon të mbahet edhe tani, dhe kjo tregonte edhe lidhjen e ngushtë që kishte Shqipëria ose që kishte Shkodra me Venedikun. Dhe kjo është e pasqyruar pikërisht në këto fotografi që ne i shohim ose tek banda. Domethënë tregon aspekte shumë të rëndësishme të jetës kulturore që ishte në Shkodër. Ka një rëndësi mjaft të madhe historike, sepse tregon edhe momente shumë të rëndësishme të historisë sonë, për shembull në revoltat e ndryshme që janë bërë për mbrojtjen e pavarësisë të vendit tonë. Kemi figura shumë të rëndësishme të kohës, të cilat janë të prezantuara, figurat e artistëve dhe gjithashtu nuk mungojnë edhe portretet të burgosurve dhe të cilat janë paraqitur shumë të bukur artistikisht.
mund të them që Marubët mund të shikojmë që janë artistë, kanë lënë vërtet një art fotografik të mrekullueshëm për breza, që cila është një trashëgimi vërtet rëndësishme kulturore. Atelieri i Marubëve vijoi për rreth një shekull me gjurmë individuale e në fillim të viteve 50 ju dorëzua anonimatit kolektiv komunist, duke u bashkuar me fotografët e tjerë në kooperativë. Në pamundësim për të përdorur, promovuar dhe ruajtur punën e bërë nga ai dhe paraardhësit e tij, në një kohë kur çdo lloj aktiviteti privat ishte i ndaluar, i fundit fotograf i Marubëve, Gega, në vitin 1970 i dhuron shtetit arkivin e familjes. Gjesti i tij ndiqet edhe nga fotografët e tjerë të atelieve të qytetit. Këta fotografë që dikur fëmijë kishin hyrë për të mësuar dhe punuar te Marubi, por i hynin te Marubi jo si dritë shkronjë, por si fototek, jo më si nxënës, por si autor me korpusin e tyre fotografik. Arkivi i grumbulluar me rreth 500.000 negativa formoi fototekën Marubi, e cila hyri në ndërmarrjen e riparim shërbimeve, siç quajnë atë kohë, dhe ai gjatë gjithë kohës pastaj u caktua si përgjegjës i këtij arkivi kaq të pasur deri në fund të jetës së tij. Në vitin 1984, ndron jetë në qytetin e lindjes Geg Marubi, trashëgimtari i fundit i Marubëve, dinastisë që i dhuroi Shqipërisë një pasuri të jashtëzakonshme, e cila as nuk mund të riprodhohet e as nuk mund të zhbëhet.